Seanca e radhës në kuvend u shoqërua me debate politike të ndikuara edhe nga mungesa e disa ministrave dhe zvendës kryeministres, të cilat ishin thirrur nga opozita për interpelancë, por nuk ishin të pranishëm në sallë. Kjo situatë solli përplasje mes palëve, ndërsa fokusi i diskutimit u zhvendos drejt çështjeve ekonomike dhe procesit të integrimit evropian. Një nga temat kryesore ishte rimbursimi i naftës për fermerët, një çështje që vijon të sjellë debat për shkak të ndikimit të drejtpërdrejtë në sektorin bujqësor. Sfidoj çdo njeri dhe çdo shqiptar të gjejë një vend të vetëm antar të Bashkimit Evropian që të mos subvencionojë naftën për fermerët. Përkundrazi, Gjermania e rriti këtë vit subvencionin dhe mundet dhe vendet tjera. Subvencioni i naftës duke hequr ndaj saj çdo taks, jo vetëm për fermerët, por edhe për transportin publik. Ai që punon tokën do të marrë kompensimin në çdo produkt bujqësor dhe kjo shkon midis 45 deri në 50 milionë euro sipas llogarive tona. Prandaj qeveria shqiptare ka akorduar mbi 100 milionë euro për fermerët shqiptarë, të cilët do të jenë këtë vit vetëm për subvencionet dhe të pagesat direkte. Në vijim të seancës, përfaqësuesi i shumicës Taulant Balla riktheu në vëmendje diskutimet për ndryshimet e pritshme në rregulloren e kuvendit. Kreu i grupit parlamentar socialist paraqiti një propozim të ri në lidhje me këto ndryshime, duke synuar rishikimin e disa praktikave parlamentare. Tani kam një propozim. Meqense jemi në moment ndryshimesh rregullore, a jeni dakord që ta rikthejmë këtë 1 orë për çështje jashtë rendit ditës në fillim të seancës, siç e kemi pasur, edhe t'i japim fund kësaj situatës qesharake? Me kërkesë të grupit parlamentar të shumicës u vendos që diskutimi dhe miratimi ndryshimeve në ligj për Gardën e Republikës të shtyhen në seancën e ardhshme, duke lënë të hapur debatin për këtë çështje në vijim.